Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin e datës 31 janar 2026. Duhet të thosh që dita e shtunë, një ditë ku Saturni ndikon shumë në shenjat me ndikim, sepse lidhet në farë mënyre me anën ekonomike financiare, lidhet shumë me disa vendime të rëndësishme që merren, por sa jeni të përgatitur, ose më saktë sa keni juve mundësinë e zhvillimeve të ndryshimeve të mëdha që doni të bëni, lidhet shumë me punën, lidhet shumë me karakterin tuaj. Por nëse do flitet çfarë mund të bëni në lidhje me karrierën, se çfarë do të realizoni në lidhje me gjërat që do të bëni, bëni pa kujdes, se disa fjalë që do të dëgjoni, disa çështje që keni për anën tuaj, punën tuaj, bëni kujdes, mos u nxitoni. Mos u nxitoni në çfarë flitet, çfarë thoret, sepse do keni shumë probleme më vonë. Dhe njëra nga mundësitë që jepen tani është periudha dhe koha e ekonomike financiare, ku gjërat mund të kenë ndikim më vonë. Nëse nuk jeni gati të bërë ndryshimin e madh, prisni pak. Do ishte më mirë të prisni që të realizohen ato gjëra që ju keni, sesa të bëni pishman më vonë. Ajo që unë ju them, dhe ju e dini më mirë se unë, do a them kështu më mirë njerëzore, sepse keni dhe shumë gjëra, po aty kur them unë është ai ndryshimi i madh që ju e prisni ndryshe dhe del ndryshe. Bëni kujdes, sidomos shenjat e zjarrit dhe shenjat e ajrit. Shenjat e zjarrit është dashi 10 të dytë, binjakët të 10 të parë të shenjës së ajrit, luanët të 10 të tretë, peshorët të shenjës së ajrit të 10 të parë. Bëni kujdes në këto gjëra që unë ju them, sepse lidhet shumë me atë kuptimin që ka të bëjë. Gjithashtu, shigjetarët e 10 të dytë dhe ujorët të 10 të tretë. Nëse keni mundësinë dhe doni që gjërat të vinë ashtu siç ju pretendoni dhe dëshironi, atëherë jeni gati për një të ardhme të lumtur në jetën tuaj. Para se të filloj tani me parashkimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashkim të detajuar, atëherë kemi faqen këtu. E klikoni dhe e shikoni pastaj se si funksionon parashikimi dhe si juve doni që të zgjidhni problematikat e ndryshme në jetën tuaj dhe gjërat e tjera që të vinë ashtu siç juve dëshironi të keni në ekonomi dhe në stabilizimin e saj. Megjithatë, koha ka treguar që fati do që ju e tjeni sa më korrekt me anën e punës suaj dhe sa më të qartë në atë çka doni bëni në lidhje me anën e biznesit, lidhje me gjërat që doni të bëni, sepse jo nuk është thjesht për shkakun që themi bëni parashikim thjesht edhe mirupafshim, por ka të bëjë shumë me zhvillime. Dhe kjo e zgjidhni paketën tuaj, shkoni tek sekretaria, e klikoni dhe pastaj jeni gati për të dërguar një mesazh dhe të merrni përgjigjen nëpërmjet WhatsAppit dhe Viberit. Por ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti dhe jemi live dhe juve doni që të dërgoni një mesazh. Mirë, mesazhi nuk shkon. Por që të shkoj mesazhi, që ta kuptoni dhe ju miqtë mi dashur, të shkoj mesazhi për sa i përket pyetjes, tek pyetje përgjigje, duhet bëni këtë këtu, tek butoni. Ti klikoni këto që shikoni atje. Subscribe, pra, subscribe atje, jeni gati pastaj. Sapo ta bëni subscribe të gjitha, jeni gati për të biseduar pastaj dhe për të dërguar mesazhe. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Por ju shenjës e dashit të duket se është një moment mjaft i mirë, një moment pozitiv do ta thosha në lidhje me karrierën, në lidhje me biznesin, sepse ka të bëjë shumë me biznesin, dhe biznesi është ai që juve ju jep mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjidhjen e duhur në anën ekonomike financiare, në biznesin dhe karrierën tuaj, sepse shumë gjëra shënon një ndikim pozitiv, një pozitivitet, një mundësi të ardhmë në ekonomi, në stabilizime të ndryshme që do të keni, dhe kjo është koha juaj, është momenti juaj dhe gjërat që do të ndikojnë në pozicionimin e planeteve
u jepet mundësi e mirë dhe e hartë në ekonomi. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luan dhe me shiketar duke të para. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Dem të dashur, nëse keni mundësi, nëse keni kohën e duhur mbi zhvillimet dhe ndryshimet e mëdha që do të kenë tani tutje, është momenti dhe koha e duhur për stabilizimin dhe korrektësinë tuaj. Një nga momentet që ve keni është dhe një çështje ligjore që keni pasur para disa kohëve për disa bisedime, disa probleme që keni pasur në të shkuarën, por vjen një moment tani në dashuria dhe mundësia e periudha dhe vazhdimësia që i keni tani e tutje, demi e ka dhe është mjaft ndikues në lidhje me punën e tyre, në lidhje me takimet që vinë gradualisht tek juve. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me luan duke të bara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Përsa i përket binjakëve, binjakët të duket se tani në këtë periudhë kanë një mundësi shumë të mirë në lidhje me takime pune, në lidhje me vendime që do të marrin ose në gjëra të tjera që do të ndikojnë në anën e tyre dhe mundësitë në çdo drejtim të jetës së tyre. Por gjithashtu është një moment mjaft i mirë dhe tepër koshient me ekonominë, koshient me vazhdimsinë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm të diçit të parë, ujor të diçit të tretë që është perfekta, pak vëmendje me dash të diçit të parë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gaforeve. Përsa i përket çështjeve që kanë bënë për sa i përket ndikimeve ose më saktë në lidhje me gjërat ndikuese, gaforet gjithmonë kanë një çështje të zgjidhur, sepse koha dhe momenti që është tani e tutje janë disa gjëra që do të shikoni dhe vetë juve në lidhje me punën, në lidhje me karrierën. Me karrierën sidomos është një moment mjaft i mirë tani, dhe shikoni dhe vetë ku gjërat do të ndikohen pozitivisht në fushën e punës dhe të biznesit. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëm të diçit të parë, me ujor të diçit të tretë, është një mundësi shumë e mirë për të zgjidhur problematika të ndryshme dhe kohën që juve keni në dispozicion, sepse është një moment shumë mirë tani, edhe pse kjo duket disi e lodhshme nga ana e biznesit të tjerë, por është e kuptueshme për anën tjetër. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dash dhe peshore janë të bara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanit. Përsa përket luanëve, luanët duket se tani marrin hovin e tyre, marrin të drejtën e tyre, kuptimin e jetës, sepse kanë bëjnë shumë me pozicionimin e planeteve, ku është një moment tani, është një moment mjaft pozitiv, mjaft ideal në zhvillime, në ndryshime, në takime që do të bëjnë dhe kohën e duhur për të parë për zhvillime të reja që ata kanë në fushën e biznesit, në fushën e karrierës dhe gjërat të tjera që do të pasojnë më tej. Është momenti juaj, është koha më e mira dhe më pozitivja në takime, në zhvillime të reja dhe në ndryshime. Në ndryshime sidomos juve jeni gati për të përgatitur dhe për gjërat që do të bëni në vazhdimsi, ku është momenti juaj dhe periudha që ndodhin fenomenet. Por gjithashtu është dhe koha e duhur për stabilizimin financiar dhe biznesin që juve keni, sepse është një moment mjaft i mirë tani e tutje, ku çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet në anën e biznesit. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me akrep është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë virgjëresha. Përsa i përket virgjëreshës, virgjëreshat duket se gjithmonë janë në ndikimin e punës së tyre, por dhe gjërat e tjera që kanë ndikuar. Megjithatë, nuk është se ka diçka shqetësuese për anën ekonomike e financiare, për gjërat që do të ndikojnë në fushën e biznesit, në fushën e karrierës, por megjithatë është koha dhe momenti i duhur në lidhje me anën ekonomike financiare. Në lidhje me disa biznese që do të keni ose do të krijoni, është koha mjaft e mirë, sepse do merrni vendime të rëndësishme, do merrni vendime të rëndësishme në ekonominë, në dashuri, në gjërat që do të keni dhe mundësi që do të jepen tani e tutje, por mos u shqetësoni në lidhje me disa takime që mund bëni, sepse të janë takime vendimtare përsa përket punës suaj, përsa përket karrierës suaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me punë, me karrierë, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Pozitiv për punën, pozitiv për gjërat që do të ndikojnë, do të diktojnë në anën ekonomike financiare dhe duket se kjo periudhë është periudha
mjaft e mirë dhe tepër pozitive në kohën e dur, momentin e dur, gjërat ndryshojnë në fushën tuaj të ekonomisë të stabilizimit. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem dhe me Akrep të diçit të tretë është ideale. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për peshorët të duket se tani e tutje gjërat janë më ndryshe, janë më ndikuese, sepse është një anë pozitive në lidhje me takime, në lidhje me vendime të rëndësishme. Por gjithashtu ka të bëjnë me punën tuaj ekonomike financiare, edhe pse keni pasur probleme nga më të ndryshmet, edhe pse jeni në dilemë për një çështje pune që do të realizohet tani, por unë me sa shikoj është momenti i juaj mjaft pozitiv dhe korrekt me punën tuaj, me karrierën tuaj. Lidhje me çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem të diçit parë, me ujor të diçit të parë, është diçka shumë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë shenja e Akrepit. Akrep të dashur, bëuni gati, përgatituni për një rrugtim të ri drejt suksesit tuaj, sepse ju pret një muaj i veçantë, në fakt, të ndikimit të madh dhe të mundësive të artë që do të keni tani tutje. Gjithashtu ka të bëjnë me anën ekonomike financiare, ka të bëjnë me biznesi, ka të bëjnë me karrierën. Sepse muaji i ujorit juve ju jep mundësi si ndikim, sepse shenja ujori me ndikimin e madh që ka të bëjnë me akrepët e shenja ajrit dhe shenja e ujit, është mundësi shumë e mirë pozitive në ndryshim. Sepse ujori është shenja ajrit, ose akrepët në shenja ujit, kanë ndikime favorite në ekonomi dhe stabilizim. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem të diçit parë dhe ujor të diçit të tretë, është koha më ideale. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shqytetarëve. Për sa përket shqytetarëve, shqytetarët duket se jo se kanë probleme, nuk e kanë pasur, as nuk e kanë fare një mijë arsye për të qenë ekonomi, për të qenë stabilizime, për të qenë korrekt me ekonominë, është momenti më i mirë. Shqytetarët gjithmonë janë një hap para sa çfarë ndodh, dhe është momenti juaj për të zgjidhur problemet. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë me ujorët e diçit parë dhe luan duket më mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapëve. Për sa përket bricapëve, bricapët duket se kanë ndikime favorizime mjaft pozitive në lidhje me takime dhe me gjëra që do të bëjnë në anën e financave dhe të biznesit. Por gjithsesi është një kohë që përcakton, është përcaktuese në atë që bëhet, përcaktuese në atë që realizohet dhe studimi, ndryshimi, marrja vendime të rëndësishme në kohën e dur, por është dhe momenti më i mirë i mundshëm tani atutje ku do shikoni gjërat të ndryshojnë në fushën e karrierës suaj dhe në fushën e biznesit. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë me Dem të diçit parë, me ujor të diçit të tretë. Me ujor besoj unë që ka një diçka shumë të madhe, edhe pse kanë qenë me probleme, edhe pse keni pasur çështje të pasidhura në anën tuaj, por është një moment mjaft i mirë për punën dhe për ndryshimin e madh që vjen. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë me Dash dhe me Akrep, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive për të bërë zgjedhjen e duhur në anën e duhur më të mundshme. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Për sa i përket gjëra ka të bëjnë me çështjet e punës, ujorët gjithmonë kanë takime, bisedime shumë të rëndësishme, sepse momentet ku ndodhin fenomenet është ajo çka juve prisni dhe duhet të rregulloni, por në anën tjetër është një mundësi shumë e mirë tani, një mundësi ku çdo gjë mund të jetë mjaft pozitive, sepse jeni koherent me atë çka ndodh, jeni koherent me atë çka juve doni të realizoni, dhe është pikërisht kjo periudhë mjaft e mirë, stabilizuese në punë, në karrierë dhe në ndryshimet e tjera që do të keni. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, disa ndryshime të mëdha që keni, është momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar dhe për të ndryshuar gjëra. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë me peshorët e diçit të parë dhe me gafore janë të bara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për sa përket peshqeve, peshqit duket se janë mjaft ndikuar në anën ekonomike financiare, lidhje me biznesin dhe kohën e tyre, por gjithashtu nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar në vendime që do të marrin. Megjithatë, në çështjen e dashurisë, edhe pse është dita e fundit e muajit, shikoni pak, bëni pak
shikoni ndryshimin që do të keni, ose nëse doni të nisni diçka të re në fushën e dashurisë e keni mundësinë, nëse keni problem me anën tjetër e rregulloni. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme, dita e fundit e muajit janar, prandaj vini veshin, keni kujdes, mos u nxitoni, sepse kjo ditë është një ditë që jep një rëndësi të veçantë atë çka doni të bëni. Por nëse doni të arrini atje ku juve pretendoni dhe keni një bisedë që doni të bëni, keni pikërisht këtu në butonin astrologo.al e klikoni dhe jeni gati pastaj për të bërë ndryshimin e madh në fushën e karrierës apo diçka tjetër. Por ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejtë me juve, kemi pikërisht butonin këtu, e klikoni, ja pasi shkoni subscribe, duke na bërë subscribe, jeni gati pastaj për të dërguar dhe për të marrë atë që juve kërkoni. Unë Jorkulla ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirë.